Për ata po them, por në rastin e zotit Zema dhe zotit Gashi, po them është pak a shumë njëjtë sikur me ardh tash një qytetar, me u fut këtu në studio ton, edhe me na thonë neve gjithë jeni rrenca, edhe eventualisht edhe me tentu me çu grushin përpjet. Pra po them nuk po arsitoj asnjë moment. Domethënë nuk i takon zotit Zema me boni çdo tillë, do duhet të ishte shumë më i përmbajtur. Por dorën zemën nga njerëz jemi edhe nuk ama përqende tamam ai zotëria qytetare në këtë rast viktima e grushtit Zemajt edhe provokuesi ose provokatori i situatës kishte shkuar më njëherë te televizioni publik dhe kishte dhënë një deklaratë. Natyrisht ne ndjekim deklaratën për ta kompletuar mozaikën, për ta vijuar edhe më tutje. Ne ndjekim bashkë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, ka sulmuar sot një bashkëdhetar nga Gjermania. Nuha Osmani ka dhënë më shumë detaje se si ka ndodhur rasti, ndërkohë kërkon që deputetët që sillen me arrogancë si Zemaj të japin dorëheqje nga posti i deputetit. Ai më fyri me grua edhe me nan, unë ja ofrova me pyet çka po don, ai usall Fëdhon shumë edhe më goditi. Unë për tina kësha me kërku falje këtë qytetarëve të Kosovës edhe muhe për sjelljen e tina arrogante. Të gjitha tjerat dhe t'i kryjnë drejtësia, në qoftë se ka drejtësi. Për të ndjekur procedurat ligjore, tani Osmani ka angazhuar... Rikthehem direkt, ky ishte qëndrimi i qytetarit tham fyri. Po edhe... Kjo është gjua e rrugëve. Rotacion. Sa ta s'din me fol shqip. Rotacion. Po, Alina ta s'din me fol kuvend. Jo, po du me thonë diçka tjetër. Jom me shkollë pak sociolog, pak filozof, edhe kum bo sondazhe, edhe kum bo edhe hulumtime sociale, sociologjike, për ju të regoj diçka. Hi edhe shpesh e bëj një parakalim të shpejt në internet, edhe shoh që 70-80% ndalin gjatë një mbrëmje, që fyjnë, kërcënojnë me plumba, që na shpallin me Serbin, janë diaspora kosovare. Kjo fakt, sepse një fafsigurie të habitshme. Jetojnë në vendet lira, nuk i trazon kërkush, janë të sigurt se i mbron qaj shtet atje, edhe mendoj që secili këtu në Kosovë që e kritikon qeverinë, e qeveria veç do të mu kritiku, këtë botën demokratikë është ashtu. Jo, s'është vetëm mu kritiku, mundet edhe mu lavdu kur bërë Jo, mu lavdu, zoti Sadiku, hiç duhet media mu lavdu. Sepse ajo detyrohet e ka vend pune me bo punë të mira. Po pse me lavdu në njerën që krynë orë e punës? Ti mundesh me thonë diçka që ka bo mirë, që ka bo mirë. Zoti Sadiku, një ministr ka bo një punë të mirë, pushtetori, ti ja ke besu kuletën, pare tua, për me bo punë të mira. Dhe ti e kujdestaron dhe e qorton kur ai bon keq, kur bon mirë, pe kynë punën e vetë. Po vështë ki për detyrë në raportu nevojë energjie, e më thiu që i thuin oda babe, ku ta djone këto shpëj alkaike, nuk po du me hinjan. Si janë të reja këto? Diaspora është helmun. Diaspora, Melgata, Kosovara është helmun. Kush i ka helmun? Edhe me çfarë qëllimi, me amoj shto 400.000 vota, ju e dini. Ky ballafaqimi i cili në sipërfaqe helmimit të diasporës. Unë ka ndodhur që po ja them një shembull. Duhet me dao megjithatë politikonin, zyrtarin që janë pushtet, ose politikonin, ose deputetin prej njeriu të zakonshëm, ose prej gazetarit. Se strikt duhet mu do. E po sot bile qarkulloj ke video e Helmut Kohlit, burri madh që ka bashku Gjermanin, e shajnë, e gjujnë me vërë dhe ai vrapon tuëm janë gjithë po shqytin janit. Helmut Kohl i madh, që edhe me statuë, me trupu kanë i madh. Baba i bashkimit Gjermanisë. Madje edhe Helmut Kohl i shohet, por edhe ai vrapon dhe janë gjithë njerit po shqyti. Kështu që mu se merrni këtë punë që se njerëz, instiktet njerëzore, janë ka herë shpërthejnë ato instiktet primordiale, bazike. Tash masi Helmut Kohli ka ka përfyti mire pas ka dhe Armend Zema. Jo, absolutisht. Jo, këta keq Alini tha keq. Unë e qysh fillim thash, po s'pongon keno ka herë. Jo, pongoj, po adin dhe me ku Helmut Kohli ja ka gjithë përfyti, kjo ka bo mire. Mu më ka ndodhë dy roste, që keno të kalzoj shambull personal, kur kum qenë drejtori i zyres shtypit në qeveri, Haradinaj, kum dalë me hangër
pas që bopa në shesh që aty, ose me pi një kafe,